thjesht më shta jem konë gjithmonë e shoqja ku kam pas një vend mu rëfy, një vend ku mu këshilu, mbetem sot e njejta, nështë sot pak ma shumë regula, me ma shumë limite, nuk është se pranoj gjithë qka të prej një personit të rritun, dalon kur jetu bashkë bisedu me një adoleshente, dalon kur bashkë bisedu një bashkëmoshator, që i ka kalu 30-at, edhe që aty kuptojnë se ku jena si shoqëri, edhe ku jena si nivel në një generale. Ato është keq përdor, Agnes, gjatë vitës që ka pjesa që je drejt për drejt, ja thu njerëzve e traq, diqysh unë thash në fillim të intros, një Agnes që secili prej neve kemi dëshirë me pas në tavolinë, familje, dykon, jo vetëm për shkak disiplinës, fitnessit, aktiviteteve sportive, jetës së shëndetshme, diçka tjetër, po edhe për këtë anën tjetër që sapo e the. Ato është keq përdor. Edhe keq përdoret, po edhe nuk mundesh me gjetë një ose dytin person si vetë. Për shkak se shumë është lehtë me ja bo njëri trafshët, është më e lehta. Po qka nëse unë du me të po ty ma mirë, unë du me të thonë të vërtetën, edhe realisht ma mirë të lëndoj me një të vërtetë, sa me ta regullu një gënjeshtër të bukur aty, që pas një kohë del edhe ajo gënjeshtër. Keq përdoret, po nuk është se ka zgjatje, ose janë ata njerëz në jetën temo. Ose nuk e ka në rastin e dytë në jetën temo. A falë, a ju e mundësi njerëzve? Unë e kom falë vetën, mas pari, që ju kom dhënë kuatin e njerëzve. Unë i kom falë ata njerëz, pavarësisht se s'kanë meritu falje, që unë t'jem e qetë, që unë t'flej rahat. Në qofse ata një herë keq, do të më marrë me më kërku falje mu. Unë besoj që shtu funksionon njerëzimi, edhe besoj që shtu krijojna një komunitet të mirëqenjes të oftë dhe të mirëqenjes duhur për ditët e sotme moderne. Jena një popull që kena kalu shumë byrokraci deri tash, për para luftës së tash, dikon 4-5 byrokraci edhe nuk është lehtë, nuk mundesh në asë njënën ose tjetërën me thonë unë jam që kjo shqiptare. As i para luftës, as i pas luftës, as tradicionali, as kjo moderne, as kur është pas interneti, as kur patëm qasjen të madhe në rrjetet sociale. Unë po du pak evropian, po kom qef ka Amerika. Nuk është lehtë me mojtë njërin e mirë edhe kuresë mes njerëzve. Është gjoja me e vështirë. Po thua. Definitivisht është gjoja me e vështirë. Pavarësisht se të keq përdoret, dosh me falë vetën, mas pare, me falë tjetrin, edhe ki me konë në ndërgjegje e qetur me nejë se jeta është jo happy end, se jena gjithmonë kërkim të lumëtërisë, po me një formës e tjetërën, jena në kërkim qetësisë, se me moshën e kuptojnë që gjithë shka duhet me të sërvy si në pjacin tavolinë, se në me një shtëpi është qetësia.